se disa dietar thonë që shirku ndahet në dy lloje. Shirk i dukshëm dhe shirk i fshehtë. Dhe këtë do ta përmend edhe autori më vonë, domethënë te fjala e tij. Dhe siç tham, ka në hadithet shumëta është përmendur, në hadithet tjera, domethënë është përmendur gjithashtu shirku i fshehtë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la shirku fikum akhfa min dabibin naml, domethënë shirku tek ju është më i fshehtë se sa ecja e milingonës. Domethënë që nuk merret vesh. Gjithashtu edhe shirku dëpërton pa u kuptuar. Dhe po ashtu në lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mbrojtje nga shirku, edhe përmendëm, ka thënë aty tregoj një fjalë që nëse e thoni, atëherë Allahu do t'ja largojë gjithë shirkun, edhe atë që është pak edhe atë që është shumë. Edhe në këtë lutje themi Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Domethënë Allah kërkoj mbrojtjet e tij nga shirku, që mos bëj shirk duke e ditur. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Edhe kërkoj falje për atë që e kam bërë pa e ditur. Domethënë që është shirk i fshehtë që ka depërtuar më fshehtas se ecja e milingonës. Dhe nëse kjo syefatësia, domethënë bërja e veprës për dikën tjetër përveç Allahut, është në një vepër ose në një pjesë të veprës, do thotë asgjëson atë vepër dhe nuk ka dobi ajo vepër, domethënë nuk i bën dobi njeriu para Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe tham në hadith është përmendur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ditën e gjykimit u thuhet atyre njerëzve që i kanë bërë veprat për tu parë, për syefaqe, u thuhet idhhabu ila alladhina kuntum turaun fi dunya. Domethënë shkoni te ata për të cilët ju i keni bërë veprat që të shohin në dunja. Shkoni te ata që i keni bërë veprat për ta, që ata t'ju shohin. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Domethënë edhe shikoni, mos gjeni te ata ndonjë shpërblim. Domethënë shikoni te ata për të cilët i keni bërë veprat. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu thot, pra në hadith qudsi, thot un jam më i pasuri dhe i pa nevojë, domethënë i pavaruri prej askujt dhe nuk kam nevojë asesi për ortak. Dhe kush e bën një vepër në të cilën ma shoqëron dikën tjetër, ma bën ortak dikën tjetër, unë e braktis atë dhe shirkun e tij. Thotë nëse është në një pjesë të veprës, por nëse vepra fillimisht bëhet për tjetër kënd, përveç Allahut, atëherë ky është shirk i madh.